Ishte një djalosh 40 vjeçar nga Meka, i gjithë qyteti e donin, sepse ishte njeri shumë i mirë. Atë që i mirë që ish, sa që nofkën e ka pas i mirë, dhe më thënë El Emin, i besueshëm, dhe më thënë djalosh i mirë. Ki djaloshi, pra ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai ko pas kohë vetmonte në shpellën Hira, ku meditante. Dhe për një moment, zbrit ajeti i parë Ikre. Dhe më thënë zbrit Kurani. A ka mundsi një shpjegim rreth kësaj? Është për të çuditë se nota e Kadrit si natë e veçantë, si natë me shumë vlerë, e gjithë ajo periudha e pejgamberit alayhis salam, dhe kjo është një pyetje shumë e vend. Zotën prej këtu fillon, prej natës së Kadrit fillon njohja dhe njoftimi i pejgamberit alayhis salam me misionin e tij. Pejgamberi alayhis salam nga lindja deri në moshën 40 vjeçare, ai nuk e dinte se do të ishte pejgamberi i Zotit. Ai ishte i përgatitur nga ana e Zotit, mirë po jo edhe i lajmëruar nga ana e Zotit se do të jetë pejgamberi i Zotit. Dhe jo që dikush e dinte se do të jetë pikërisht Muhamedi alayhis salam pejgamberi i Zotit. As vetë Muhamedi nuk e As vetë ai nuk e dinte se është ajeti që e thekson, domethënë tekstualisht, se ma kunte tedri mel iman wa mel kitab. I tha Zoti pejgamberit sa, ti nuk e ke ditë se çka është imani. Ti nuk e ke ditë, domethënë, edhe pse ke qenë gjallë, ke ekzistuar, mirë po në këtë proces të jetës prej lindjes deri në moshën 40 vjeçare, pejgamberi nuk e ka ditë se do të jetë pejgamberi i Zotit. Sikurse Zoti i Madh e para përgatiti pejgamberin me gjitha veti që i kishte, saqë në shoqërinë e tij ai njiheshte si El Emin, si njeri besnik, dhe njiheshte një njeri i kompletuar me veti njerëzore. Ishte njeri i paqës, ishte njeri i drejtë, ishte njeri i ndërgjegjes së plot, ishte njeri i cili asnjëherë nuk u pajtonte me ignorancën e kohës. Ishte njeri i cili asnjëherë nuk u pajtonte me fenomenet dhe dukuritë negative të asaj shoqërie. Vazhdimisht pejgamberi alayhis salam e brente dhe e hante ajo ndërgjegja se si ai domethënë të jetë një faktor që do ta ndryshon atë ambient të errët nga errësira në dritë. Kështu që pejgamberi alayhis salam filloi ta bëjë zakon të ai të izolohet, që ai me këtë izolim të ndalet me vetveten, të mediton, të mendon se si ta fillon procesin e ndryshimit të shoqërisë. Dhe kishte zakon pikërisht të shkonte në shpellën Hira. Dhe aty pejgamberi alayhis salam e kishte zakon me ditë e me net qëndronte aty, që të mendoj dhe të jep një përfundim se si ta fillon ndryshimin. Dhe pikërisht, domethënë, e gjitha ajo sakrificë e pejgamberit alayhis salam, e gjitha ajo para përgatitje e pejgamberit alayhis salam nga Zoti i Madh, e gjitha ajo, domethënë, u bë për natën e Kadrit. Dhe nata e Kadrit ishte ajo starti i njohjes së pejgamberit alayhis salam me vetveten, i njohjes së pejgamberit alayhis salam me statusin e tij, dhe pikërisht në natën e Kadrit filloi ajo drita, ajo xixollonja të zmadhohej dhe të ndriçon në atë vend, dhe ajo dritë vetëm se mori hovë dhe nuk u shuk asnjëherë dhe nuk do të shukët deri në ditën e llogarisë. Pikërisht në natën e Kadrit i erdhi Xhibrili alayhis salam, që ishte takimi i parë me pejgamberin alayhis salam, dhe i tha ajetet e para, Ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Tha lexo. I tha pejgamberi nuk di, se pejgamberi nuk dinte të lexoj. Se ai nuk dinte të lexoj, mirë po ishte i vetëdijshëm dhe kishte shumë njohuri pejgamberi sa. Përsëri i tha Xhibrili, Ikra, tha nuk di, tha. Tha Ikra, tha lexo, tha nuk di, tha. E pastaj i tha Ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Lexo në emër të atij i cili krijoi çdo gjë. Dhe i zbritën 5 ajetet e para. Domethënë këto 5 ajetet e para dhe njohja me vetveten dhe me statusin e tij ndodhi pikërisht në natën e Kadrit. Dhe kjo është një mesazh shumë i rëndësishëm për ne, sepse jeta e pejgamberit alayhis salam është një model i mirë për çdo një musliman, në çdo kohë dhe në çdo vend kudo që jeton. Nëse e mira e pejgamberit alayhis salam, nëse starti i pejgamberit alayhis salam filloi nga nata e Kadrit, kështu që dhe ne si besimtar që kemi model pejgamberin alayhis salam, duhet të nxitojmë, duhet me mall dhe mallëngjim
që të pregaditemi, të takojmë natën e Kadrit, që të jetë një start i mirë i jetës tonë, i asaj që na ka mbet nga jeta jonë. Sepse na jemi njerëz, vazhdimisht kemi nevojë për korrigjim, kemi nevojë për rikuperim, kemi nevojë për ndryshim nga ajo që është e keqe në të mirë. Kështu që dash Zoti i Madh të na mundsoj që të takohemi me natën e Kadrit në gjendje gatishmërie të mirë, me një shpirt të bardhë, me një mendje pozitive, me lutjet tona, me përkuljen tonë ndaj Zotit të Madh, e dash Zoti i Madh që Allahu të na mundsoj dhe të na begatoj me këtë natë në pranimin e lutjeve tona, që Allahu të jetë i kënaqur me neve. Amin. Do më thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aty në atë shpellë e kuptoi që është më profet. Përndryshe për detalet, shikuesit mund ta lexojnë librin Nektari i Vulosur i Xhenetit, aty janë këtë detalet, si ka rrjedh pastaj ngjarja.